Fshatra tona po zbrazen e gjithnjë më shumë, njerëzit po ikin drejt qytetit. Çdo vit qindra familje larguan nga fshati duke lënë pas shtëpinë dhe tokat e tyre. Mirë po çfarë po i shtyn njerëzit të zhvendosen në qytet? Shumë prej nesh mendojnë që në qytet ka më shumë mundësi për punë, shkolla më të mira për fëmijët, spitale më afër e një fare atje që s'po e gjejmë në fshat. Po a është vërtet kështu? Në realitet, fshati ofron përparësi të mëdha. Shtëpi private, ajër të pastër dhe kosto më të ulët jetese. Punimi i tokës, mbjedhja e pemëve dhe perimeve si dhe rritja e kafshëve mund të kthehet në burim të qëndrueshëm të ardhurash. Kjo do të zvoglante varësinë nga importet dhe do të rriste konsumimin e produkteve vendore. Një faktor tjetër është mentaliteti shoqëror. Disa njerëz shpesh e lidhin suksesin me jetën në qytet. Për dekada të tëra, jeta në qytet është parë si simbol i përparimit dhe statusit social, ndërsa fshati shpesh është lidhur me vështirësi, punë të rënda dhe izolim. Ndoshta është koha me u ndal pak e me mendu ndryshe. Në fund të ditës, fshati s'është prapambetje. Fshati është pasuri, është toka jonë, mund të jetë edhe ardhmja jonë, veç duhet me ditë me shfrytzu si duhet.